Vlezër dhe motra, mirë se erdhët në protestën kundër opozitës shqiptare. Njerëzit e lirë janë në shesh sonte. Edi Rama do e kuptoj se cila është opozita e lirë. Sonte nis shkërmoqja e pushtetit të korruptuar të Edi Ramës. Nderojmë në këto momente himnin kombëtar. Kam kënaqësinë të ftoj në podium nën kryetarin e Partisë Demokratike, deputetin Luciano Bocci. I nderuar zoti Berisha, nderuar kryetar partive aleate, deputet, dashur protestues, qytetare, qytetar, bashkombas, ju përshëndes dhe dua t'ju them se sot nuk jemi mbledhur për spektakël politik, as për të ngopur ndërvedi me fjalime mbreslense. Nuk jemi mbledhur as për të numëruar nga dronët e medjave vampire të Edi Ramës, cilat i kemi pas sipër kokës dhe i kemi sipër kokës, dhe cilat i kanë shpallur luftë hapur opozitës dhe zvërtetës. Nuk jemi mbledhur sot as për të parë me urrejtje nga perdet e dritareve të frikës pushtetit dhe as për të shpërndar urrejtje për krimbat e krimbur në pasuri dhe para pushtetit. Dashur miq, ne jemi këtu sepse ne vlerësojmë jetën, ne jemi këtu se na ka thirrur dashuria e familjes, ne jemi këtu se na ka thirrur adhurimi për Zotin dhe kombin, ne jemi këtu se na ka thirrur dinjiteti ynë, ne jemi këtu se na ka thirrur rezistenca, shpirti dhe zemra opozitare, ndërgjegja qytetare, etja për të vërtetën. Ne jemi thirrur këtu nga guximi dhe detyra jonë për të luftuar deri në fund për të arritur qëllimin ton. Ne jemi këtu sepse Shqipëria jonë nuk e duron më faktin të drejtohet nga një njeri i cili e ka kthyer shtetin në pronë private dhe pronë të bandave të krimit të organizuar, që e ka kthyer qeverinë në klub të mbyllur qefi dhe aengu, dhe që tallet çdo ditë me fatet e shqiptarëve. Dashur protestues, kjo ndërtesa që kemi në krah nuk është kryeministria e shtetit. Jo, kjo është kuplaraja e pushtetit. Dhe pas atyre blindave që duhet i shembim me çdo kusht, nuk është pushteti. Aty është mbërthyer frika e pushtetit. Dhe ne duhet ta shembim këtë pushtet. Dhe aty nuk është vendi i qeverisë, jo është vendi i ajnisë, i qeverisë që kafshon pasuritë dhe parat e shqiptarëve, dhe shëmbja e tyre është detyrë para historisë, është detyrë para vendit, është detyrë para gjithë
qytetarve dhe para të gjithë shqiptarve. Prandaj jemi sot këtu me një numër kaq të madh protestuesish për shprehur këtë revolt dhe këtë zemërim. Dhe ta dini mirë, dashur qytetar, që këtu në Shqipëri aferat janë marramense, që këtu vjedhja ka emër dhe ka shifra, dhe fillojnë me inceneratorët 430 milion, vazhdojnë me laboratorët, me koncesionet 500 milion, dhe marrin rrugën e rrugëve, rrugën e tuneleve, të unazave, të aeroporteve, të paras, pisët, dhe këtu vërtiten miliarda, dhe po ka emër, fillon me Beqajn, me Bllakon, vazhdon me Veliajn dhe Benetin, dhe rrokulliset me Ballukun, Agasin dhe Tërmetin. Dhe nuk mbaron as me Akshin dhe as me Smart Cityn. Por ama, në gjithë këte përmbledhje, ka një emër që i bashkon në unitetin parti shtet, është ai, klouni ynë modern i shtetit ton arkaik, është ai hajduti i 14 miliard eurove, është Edi Rama, i cili pak për neglizhencën ton politike, pak për humorin me cilën merren batutat e tij që në fakt shpërndajnë vetëm urrëtie, pak nga verbëria me dashje ndërkombëtarëve, më së shumti nga krimi organizuar dhe nga grabitja e zgjedhjeve, e ktheu ditë pas dite Republikën e Shqipërisë në Republikën e korrupsionit. Dhe çdo ditë i zhvati, i zhveshi pasuri, toka, det, njerëz, familje kësaj republike, dhe ky njeri i ka elmuar jetën, i ka elmuar tokën, i ka elmuar fatin njerëzve më vital planetit, dhe në fund kërkon që ata ose të rrinë eshtje, ose të largohen nga ky vend. Ka 13 vite që i ka marrë peng, ka marrë peng rinin e këtij vendi, cilën e detyron që të mallkoj ditën që ka lindur në Shqipëri dhe të largohet nga sytë këmbët. Ka marrë peng fermerët, të cilët me sytë nga qelli mallkojnë punën dhe produktin e tyre. Ka marrë peng bizneset, ka marrë peng pensionistët, ka marrë peng mjekët arsimtarët, ka marrë peng qytetarët, dhe ta dini mirë, dashur miq, kur përmendet emri i këtij njeriu, edhe alfabeti ynë i shenjtë bëhet pis me këtë emër, sepse ky njeri vazhdon ndërton kate fasadash, kate luksi dhe pasuri, ndërsa shqiptarët ndërtojnë kate borxhi, kate mjerimi dhe kate varfëri. Sepse ky njeri dhe eskorta e tij, ndërsa numërojnë milionat dhe qindrat e apartamenteve dhe të pasurisë, shqiptarët e shkretu mbahet fryma tek numërojnë qindarkat e fundit në xhepin e tyre. Ndërsa ky tallet dhe gajaset me fatin e tyre, shqiptarët ofshajnë për fatin e fëmijëve dhe të afërmeve tyre që janë larguar. Por ky është Edi Rama, ky është armiku i shqiptarëve. Megjithatë, dashur protestues, këtu në këtë shesh ka një dilemë shumë të madhe, dilemë që ju e keni brenda, dilemë që e kanë shqiptarët. A ka një alternativë, a ka një shpresë që është ngritur si një besim i ri? Dhe përgjigja e Sali Berishës, përgjigja ime, përgjigja Partisë Demokratike është po, ka një shpresë, një alternativë, sepse ne duam një Shqipëri ku pushteti e ka frikë qytetarin dhe jo qytetari pushtetin. Ne duam një Shqipëri ku qeveria shërben dhe jo sundon. Ne duam një Shqipëri ku politika krijon të mira dhe jo rrëmben të mira. Ne duam një Shqipëri pa krim, pa korrupsion. Ne duam së bashku një Shqipëri të drejtë. Dhe këtu ka dhe një pyetje tjetër. Pse jemi këtu të gjithë ne? Pse kaq shumë në numër? Pse kaq shumë na ndjekin të gjithë shqiptarët kudo ku janë? Dhe unë e di përgjigjen tuaj. Po, këtu jemi për të fituar dhe unë jam i bindur. Por, dashur miq, mos kemi iluzione. Fitoria jon nuk vjen as nga qielli,
as nga Zoti i cilit i ulemi në gjunjë dhe falenderojmë për madhështinë dhe dashurinë njerëzore. Fitoria jon nuk vjen as vetëm nga ndërkombëtarët miqtan ndërkombëtar, europian apo amerikan, cilët i falenderojmë për mbështetjen dhe për krajen. Fitoria jon nuk vjen as nga drejtësia hibride, cilës ne i kërkojmë të hapë syt para padrejtësisë dhe të mbyll veshët para presionit dhe kapjes politike që i ka bërë Ramës. Fitoria jon, dashur miq, vjen nga rezistenca jon, vjen nga këmbgulja jon, nga qëndrimi ynë këtu në shesh, nga lufta jon dhe qëllimi i kësaj lufte për ta çuar atë deri në fund. Historia ndryshohet jo nga njerëzit që presin, historia ndryshohet nga njerëzit që luftojnë dhe veprojnë. Fitore, Zoti ju bekoft, Zoti e bekoft Shqipërinë. Askush më mirë nuk e kap shpirtin e kohës se sa ai. Me ekspozita, me postimin në rrjetet sociale, me vepra arti. Ai është bërë një nga referencat e disidencës artistike dhe intelektuale të vendit. Ndjekim këto momente një kolazh me punët e mjeshtrit Avni Delvina.
Kam kënaqësinë të ftoj në podium aktivisten Eva Metaj. Të nderuar qytetar, të nderuar demokrat dhe demokrate, i nderuar lider historik i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Unë jam Eva Metaj, dhe pse besoj se ju të gjithë më njihni, sepse në këtë shesh kam dalë për herë të parë kur kam qenë 17 vjeç dhe sot jam 27. Unë i kushtova vitet më të bukura të jetës time, luftës për të drejtën dhe të vërtetën, dhe me vitet kuptova sa betejë e vështirë që ishte. Sa betejë e vështirë ishte të ishe një ere plotëndra dhe vizion dhe të luftoje për të drejtën dhe të vërtetën. Sa e vështirë ishte dhe është të jesh një ri opozitar, por që vitet nuk të kanë lodhur, por ëndrat nuk t'i kanë dalur, por të kanë forcuar dhe të kanë bërë të ndërrosh më shumë dhe të kërkosh akoma më shumë. Unë jam Eva e Partisë Demokratike, që Selim Blu e kam etiketuar gjithmonë si shtëpinë time të dytë. Por sot nuk jam këtu vetëm për një parti. Sot jam këtu për dinjitetin. Sot jam këtu për drejtësinë. Sot jam këtu për të ardhmen. Sot jam këtu për t'i dhënë shuplakën e merituar shtetit që kthen shtëpinë në qytetarit të ndershëm dhe i hap rrugën pa drejtësisë. Sot jam këtu jo e friksuar, jo e heshtur, jo e dorëzuar, sepse historia na ka mësuar një gjë. Kur populli çohet në këmbë, asnjë pushtet nuk është i përjetshëm. Sot jam këtu për të folur për çdo të ri që ka bërë valixhen gati me lot në sy. Jam këtu për çdo pensionist që numëron qindarkat për ilaçe. Sot jam këtu për veten time, për një të re që e do shumë Shqipërinë, por që refuzon ta shohë të poshtëruar. Mua sot nuk më dhem varfëria, nuk më dhem baslodhja, mua sot më dhem padrejtësia. Ju nuk e keni den sa dhem kur punon ndershëm dhe nuk shpërblehesh. Ju nuk e keni den sa dhem kur e do kaq shumë këtë vend dhe vendi yt nuk të do. Unë jam këtu sot si një mësuese që hap derën e shkollës çdo mëngjes me dinjitet, por me zemër të lodhur. Jam këtu si një mësuese që përpiqet të mësojë nxënësve ndershmërinë, ndërsa shteti u mëson padrejtësinë. Unë sot nuk kërkoj privilegje, unë sot kërkoj respekt. Respekt për arsimin, respekt për punën, respekt për djersën. Ju na kërkoni rezultate europiane, por na ofroni kushte afrikane. I panderuar zoti kryeministër Edi Rama. Europa nuk ndërtohet me fjalë, por me shkolla të forta dhe me rini që beson. Kur padrejtësia vishet me emrin sistem, ajo bëhet edhe më rrezikshme. Një shtet që e detyron mësuesin të mendoj se si të mbjetoj, nuk mund t'i kërkoj atij të mendoj si të ndërtoj të ardhmen. Ju nuk mund të qeverisni duke farfëruar dijen. Heshtja jon nuk është më durim, është revolt që po zgjohet. Unë nuk kam frikë, asnjë mësues nuk do të ketë më frikë, sepse mësuesit nuk rrisin vetëm nxënës, ata rrisin ndërgjegje. Dhe kur ndërgjegja zgjohet, asnjë pushtet nuk e ndal dot. Historia ka treguar se librat kanë rrëzuar më shumë diktatura se sa armët. Art fundi jot nga ne, nga arsimtarët, sepse ku ngrihet arsimi, ngrihet kombi, dhe një komb që zgjohet nuk mund ta ndal askush. Ti qeveris çdo ditë me urrëtie për këtë vend, ndërsa unë nuk protestoj me urrëtie, protestoj nga dashuria për Shqipërinë. Dhe kjo dashuri nuk shuhet, nuk shitet dhe nuk dorëzohet. Asgjë nuk është me fuqishme se një ide, koha e së cilës ka ardhur. Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti bekoft qytetarët dhe gjithë demokratët. Falenderit. Pse proteston opozita? Bëhet shpesh kjo pyetje dhe përgjigjet janë shumë. Për kapjen e shtetit, për kriminalizimin total të tij, është ndoshta përgjigja më e saktë. Askush nuk e mishëron këtë kriminalizim më qartë se sa Ergysa Gasi, koordinatori Ramës me narkokartelet. Ndjekim materialin. Ergysa Gasi është njeriu më intim
i Edi Ramës. Ky Sagasi, ky koordinatori i karteleve të drogës. Tashmë, me urdhër arrestin e SPAK, Ergy Sagasi dhe shpura e tij janë të ekspozuar përballë ligjit dhe publikut. Brenda akshit ka vepruar një grup i strukturuar kriminal me në krye Ergy Sagasin. Si pjesë e këtij grupi, akuzohen edhe drejtoresha e akshit Melinda Karçanaj dhe zëvendësen e saj, Hava Delibashi. Janë në një vit 800 transakcione nga thesari i shtetit në kontot e 2 kompanive të Baganakut, dhe 360 dhe ABS dhe më vonë e ndryshor ABSLI e tjerë. Anëtarët e këtij grupi të krijuar brenda një institucioni shtetëror kanë kryer veprime të kundërligjshme në përcaktimin e kritereve specifike jo të përcaktuara në ligj për favorizimin e disa kompanive kundrejt të tjerave. Kthe morën peng, u prishën pazaret sidomos pasi ky deklaroi ndër regjistrim ambiental se Armand Frangu dhe Linda Rama diktonin të gjithë tendrat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacioni. Dagasi në bashkëpunim me Ermal Beqirin dhe me ndihmën e zyrtarëve të policisë kanë marrë peng disa muaj më parë biznesmenin Geron Meçe, i njohur për lidhje të forta në politikë dhe që dikur merrte pjesën e luanit në tenderat e akshit. Kishte në vinotekën e tij shishe vere që si ka prendori japonisë. 4 milion euro shishe vere, 33.000, 40.000 shishe verës, të gjitha me paratur. Pas këtij materiali, ftojmë në podium sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë, deputetin Tedi Plushi. Liria na thërret, vdekja nuk na tund. Mirëmbrëma, motra dhe vëllezër, të dashur qytetar të lirë. Regjimet bien vetëm kur vendosim të paguajmë çdo çmim për lirinë. Kur e ndajmë mendjen të veprojmë dhe të mos pranojmë kurrën e kurrës, vjedhjen, dhunën dhe gënjeshtrën si normalitet. Liria fitohet vetëm me guxim, me kuraj dhe me përballje. Guximin dhe zemërimin tuaj nuk ka fuqi në botë që e ndalë dhe jo më një regjim kalpësir si ky i Ramadurës. Bashkimi ynë sot po trondit në themel çdo mur që narko regjimi ka ngritur përballë jush. Po trondit çdo narkopolic, çdo patronazhist, çdo struktur kriminale që Edi Rama ka krijuar për të mbrojtur nga revolta dhe zemërimi juaj. Ky regjim i mbaruar nuk ka më asnjë shpresë t'i mbjetoj orteku të popullit që ka vendosur t'i jetoj i lirë. Sot, vendimi ynë është i qartë dhe i padiskutueshëm. Mirëqenie dhe jo varfëri, dignitet dhe jo sklavëri, komp dhe jo shkombtarizim, a vdekje, a liri, ky është misioni ynë. Kjo është e vetmja rrugë për shpëtimin dhe për lirinë e Shqipërisë. Loti i çdo nëne që Edi Rama me agjendën antikombëtare të shpopullimit ja dëboi djalin dhe vajzën në emigrim është sot borxhi ynë. Sakrifica e përditshme e çdo prindi që lufton çdo ditë për bukën e gojës së familjes së tij është sot detyrimi ynë. Vuajtja e çdo të sëmuri me tumor në onkologjik që lufton me jetën për mungesën e ilaçeve është thirrje për drejtësi. Poshtërimi
i çdo pensionisti, prindi dhe gjyshi ton që nuk shtyn dot muajin me pensionin mizerabël, na detyron sot të reagojmë fuqishëm të gjithë, mundi dhe djersa e çdo fermeri që hedh produktet e veta në kanal dhe që sheh se si Edi Rama i vjedh edhe ndihmat e Bashkimit Evropian, na detyron sot një reagim. Prodhuesit Made in Albania që nuk gjen treg për prodhimet e tyre, sepse importuesit klientelist e kanë shkatruar tregun, u detyrohemi sot një përgjigje për pyetjen e drejtë edhe sa duhet t'i durojmë këta bandit. Të rinjt që bëjnë 2-3 punë dhe nuk blen dot sot një shtëpi, por që shohin Belinda Ballukun me 300 apartamente, meritojnë një rrugëzidhje nga ne. Tirana, Vlora, por edhe të gjithë qytetet dhe fshatrat që ende thahen për ujë të pishëm, ndërkohë që kreu i organizatës Lag Gurmazin me verë 33.000 euro shishja i kanë sot syt nga ne. Kur nuk mund të pranojmë që nevoja e Edi Ramës për të pirë drogë të elmoj nga droga të gjithë fëmijët e shqiptarve. Ky regjim që ruan Edi Ramën dhe qetën e tij të kusarve me qindra bodyguard, por që nuk ka një polic për të ruajtur sigurinë e fëmijëve tanë në shkolla që theren me thika dhe humbin jetën, nuk do ta lejojmë më as një minutë më shumë të qëndrojë në pushtet. Durrësi, Shkodra, Lezhë, Gjirokastra dhe çdo zonë e përmbytur nga korrupsioni në javët e fundit duhet ta dinë mirë se kjo dagë gjigande e këtij reagimi popullor do ta përmbyt një herë për gjithmonë këtë regjim kalpësir. Se nga flakët që Edi Rama ndezi për të djegur pasurit e biznesmenëve të ndershëm te 5 Maj, për të ndërtuar kulla, krimi dhe droge, do të përvëllohet vetë. Shqipëria jonë nuk mund të jetë kurrë më narkoshtet, as pronë e krimit organizuar, as plaçk e një grushti oligarkës dhe as plaçk e mafjes ndërkombëtare. Kur nuk do të lejojmë që Shqipëria të kthehet në një Soros Land dhe as të pranojmë që toka e shqiponjave të kthehet në ferm për internacionalen e surrogasisë. Ne nuk kërkojmë hakmarrje. Ne kërkojmë liri, kërkojmë demokraci, kërkojmë shtet ligjor dhe drejtësi të barabartë për të gjithë. Ky regjim që mbron interesat mafioze të pakicës, që i ka harruar, i ka braktisur dhe i dhunon çdo ditë qytetarët, nuk mund të përfaqësojë më Republikën e Shqipërisë. Ne do t'u akthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Republika e Shqipërisë duhet t'i rikthehet sovranit dhe ligjit, dhe kur nuk do të jetë më në duart e një krye banditi dhe një grupi të strukturuar kriminal qeveritar që vjedh shtetin, vjedh taksat dhe ka grabitur të ardhmen tonë. Sakrificat dhe vuajtjet tuaja këto 13 vite kërkojnë shpagim. Por drejtësia e re u kthye në armën dhe patericën e Ramaduros për ta mbrojtur atë nga ndëshkimi ligjor për korrupsionin dhe krimet e tij, duke ndëshkuar ju, duke ndëshkuar qytetarët e thjeshtë dhe duke ju avështirësuar më shumë jetesën. Shumë prokuror dhe gjyqtar janë kthyer sot në kamikaz politik të Edi Ramës. Sot jemi vetmi vend antar i NATO-s me të burgosur politik që rëmbeu në mënyrë mafioze Ilir Metën dhe e mban sot të burgosur politik që izoloi për 333 ditë profesor doktor Sali Berishën, që rëmben jo vetëm drejtues të opozitës, por edhe qytetar dhe biznesmen të ndershëm, siç faktoi afera familjare e Akshit e Edi Ramës. Fuqia jonë nuk qëndron te dhuna, por te vendimi ynë i pakthyeshëm për të jetuar përgjithmonë të lirë, të sigurt dhe me dinjitet në dheun tonë. Unë sot për ule me mirënjohje për sakrificat dhe qëndresën e gjithë secilit prej jush. Por kjo nuk mjafton. Ne, opozita, duhet t'i pri me çdo sakrificë guximit tuaj,
ta kthejmë lirin në misionin ton kombëtar, të shembim çdo mur të hajdutërisë dhe krimit të organizuar, të shkrirë njësh me shtetin, të shembim ligjin antifamilje, të lartësojmë figurën e nënës dhe babait dhe të mbrojmë vatrat tona familjare nga ky sekt mafios, pa fe dhe pa dhe. T'i kthejmë popullit çdo qindark dhe pasuri të grabitur nga organizata kriminale dhe kryetari i saj. Të rikthejmë votën e lirë dhe të mbrojmë si sytë e ballit demokracinë në themelet e së cilët është gjaku dhe sakrificat më sublime të shqiptarëve që dhanë jetën në përballje me diktaturën. Ta shkërmoqim dhe ta shkulim nga rënjët këtë regjim të kalbur narkomafios dhe të ndërtojmë një Shqipëri të drejtë, të dhemshur, që mendon, kujdeset dhe që u shërbem të gjithë shqiptarëve, ku drejtësia dhe mundësit të jenë të barabarta për çdo qytetar. Ky është shteti dhe Republika që meritoni ju, Republika e shqiptarëve të ndershëm që jetojnë me djersën e ballit. Nuk do të lejojmë kur që kjo Republikë të kthehet në narko-republikën e Edi Ramës. Për lirin ja vlen çdo sakrificë. Ja vdekje, ja liri, fitore, Zoti ju bekoft ju, Zoti bekoft familjet tuaja, Zoti e bekoft Shqipërinë. Fitore, fitore, fitore. Partia Demokratike nuk është ndalur kurrë në aksionin e saj politik. Me foltoret e të hënave, paraqitin alternativës në kuvend, punën në terren, kontaktet me faktorin ndërkombëtar e të tjerë. Ky material i shkurtër sjell një pjesë të vogël të aksionit të madh politik. Në podium, aktoren e minjohur, Juli Emiri. Mirëmbrëma, tani që po ju shoh nga këtu që keni duket pamje fantastike këtu. Unë sot, 35 vite më parë, në 24 janar 1991, kam lindur. Do thoni ju që lidhje ka kjo.
Doja t'ju rishpia në ato ditë midis 8 dhjetorit 1990 dhe 20 shkurtit 1991, po në këtë shesh, po në këtë Shqipëri, në një qytet që zijente, që gumzhinte, që zhurmonte nga hapat tuaja që nuk ndaleshin, derisa vluan arritën pikën e vlimit me 20 shkurt. I mbani mend ato ditë, e mbani mend si keni qenë, çfarë keni menduar, çfarë i thoshit njëri tjetrit. Ju ato ditë keni qenë të gjithë me fytyra të lodhura, të vrara, të veshur gati të gjithë një lloj, po ato ditë ishit të gjithë individualitete, se ishit të gjithë njerëz që kërkonit lirinë. Ato ditë ju as që e mendoni që një ditë dikur do të quheshit heronj, sepse ato ditë ishit bashk. Ato ditë ju nuk e dinit që po shkruanit historinë, sepse vepronit, nuk mendonit asnjë çast. Dhe unë sot dua t'ju bëj një pyetje. Po turp nuk ju vjen? Po rrëzohet kështu diktatura? Si na rrëzut kështu diktaturën me kaq zhurmë, kështu me vrap aty si idiot gjithë aty duke vrapu, duke dalë në shesh? Si u rrëzoka diktatura kështu? Shkon robi merr një doktoratur, diplomohet, lahet, vishet, vesh kollare, vesh kostum, ulet në një studio televizive, hap një program televiziv, jep mendim, jep mend, mbledh analistët aty që të diskutojnë tani, hajde si ta rrëzojmë diktaturën. Që të flasin në emër të popullit. Do thoni ju populli jemi ne? Jo, nuk dini gjë ju, e dini ata se çfarë mendon populli. Populli nuk frymëzohet, nuk arrin, po, komunizmi i keq ka qenë, po populli nuk arrin do të gjejë frymëzimin. Ore si gjetët frymëzimin atëherë në vitet 90-91? Jam shumë kurioze. Na e thoni mama, na e thoni t'ja gjejmë frymëzimin, t'ja japim këtyre sot që nuk na frymëzohen me gjitha çfarë ndodhi në këtë vend, me gjitha vjedhjet e vrasjet e çast ndodh, nuk frymëzohen kurrë më. Na thoni më t'ja themi atyre analistëve, ore t'ju japin mend që t'ju thonë juve me çat frymëzoheni. Me vërtet, si keni jetuar ju atëherë pa analist njëherë, unë s'arrita kuptoj. Si keni jetuar dhe si keni dalë në rrugë pa ju thënë analistët në darkë se çfarë duhet bënit dhe çfarë duhet vepronit dhe çfarë duhet hanit. Do thoni ju ne nuk kemi të ham, e din analistët atë puna keni as keni të han. E din analistët që paguhen nga Rama, se e dini besoj që ato analistët që dalin televizion e paguhen, nuk dalin kot aty darkë për darkë si ju dhimbseni ju. Nga kush paguhen? Nga Rama paguhen, se Rama ka aq shumë lek sa ti paguaj dhe nuk mund dot me argument, mund vetëm me analist paguar që ju thonë juve se çfarë duhet bëni. Po mirë, po ato ambasadat, si shkuat i pushtuat ashtu pa pik turpi, me ashtu si njerëz primitiv dhe nuk pritët çfarë do thonit ambasadorët, çfarë do thotë ambasadori gjerman, çfarë do thotë ambasadori italian, si duhet vepronit ju, çfarë do thotë Amerika, si shkuat ashtu si derrin thes aty. Nuk pritët çfarë do postonte ambasadori në Facebook. Do thoni ju atëherë nuk ishte Facebook, të prisni sa të hapej Facebooku, të prisni të shikoni çfarë do postonte ambasadori, pastaj të reagonit. Si qen ka kjo? Diktaturat në çdo vend, unë nuk e di, domethënë, diktaturat në çdo vend bien me etik, bien me qytetari. Shkuani tan Ceaușescut, ju lutem shumë zotëri, hikni nga qeverisja, nuk duam, më duan të ndrojmë qeverisjen me shumë qytetari, Ceaușescu iku, i dëgjoj, be mirë kuptim, i dha dorën, asnjë ç'shkëll dhun kështu që jeni kështu kaq njerëz primitiv në shkuat na rrëzuat diktaturën kot. Shkuat aty me 20 shkurt lap nam aty, tu zën me policët aty si njerëz, nuk e di domethënë ç'a qytetarie. Po ç'a bëni kështu? Babi im i pari. Unë isha një fosh, duke pirë gjirin e nënës, gati asnjë muaj s'kisha mbushur, babi si idiot aty duke luftuar, duke të rrequr zvarr shtatoren. Po ç'a bëni kështu më? Po si na rrëzuat diktaturën kështu? Po do ishim rahat sot, nuk do ishte rrëzuar diktatura, madje me këtë mendësi nuk do ishte rrëzuar, nuk do kishim dal kundër as prandorisë osmane, nuk do kishim Shqipëri fare, më do ishim rahat. Shkut na hapët punë dhe na hapët shumë punë, se ajo shtatorja që keni tërhequr zvarr me 20 shkurt 1991, ju nuk e dinit, po atë zhurmë shtatore që vazhdon të dëgjohet dhe sot e kësaj dite, derisa diktatori të tërhiqet zvarr i gjallë dhe jo në bronz, e dëgjonte një fosh që po thithte gjirin e nënës teksa babai i saj ishte në shesh. Ajo fosh sot është
35 vjeç. Ajo poshtë është demokracia. Faleminderit. Vëllezër dhe motra, a e kemi të mundur t'i ndezim dritat e telefonave për të parë se sa shumë jemi? Është pamje fantastike. Kur nuk ka qenë bulevardi mbushur si sonte. I ndezim dhe tregojmë sa jemi. Një poetër shqiptare shkruante dikur për Ramën, që t'je gomar, kjo është diçka që duket. Atëhera ishte një gomar pa përgjegjësi, pa detyra, dhe nuk I bënte dëm askujt, përveç atyre pak njerëzve që kishte përreth. Kur erdhi në pushtet, vijoj të ishte gomar, por tani me kosto të mëdha. Nëse do ta riformulonim vargu në poezisë sot, që ti bën narkoshtet, kjo është diçka që duket. Madje këtë e shpjegon edhe inserti në vim. Ftojmë në këto momente në podium kreun e departamentit Brain Gain në Partinë Demokratike, zotin Tedi Kopniku. Të dashtun njerëz lirë të vendit, zoti i nderuar zoti Berisha, të nderuar përfaqësues partive opozitare, zonja dhe zotni. Është neri madh për me fol para gjithë këtyre njerëzve. Mitana, sepse është pjesa më e shnetshme e shoqënisë. Përpara atyne që nuk dorëzuan lirinë për asnjë lloj çmimit, përpara atyne që qëndruan dhe nuk u nënshtruan. Një thirrje kam për burrat e gratë ndershëm këtij vendit. Unë di që Shqipnia është e Gjergj Kastriotit, e Nan Terez, është Shqipnia e Ismail Qemalit, e Mithat Frashit, e Ahmet Zogut, është Shqipnia e Gjergj Fisht, Hafzin Els, e Musine Kokalarit dhe Jub Kazazit. Si mundën burrat e Shqipnisë mos më reagu kur shohin që Shqipnia është në dorë ekskluzivisht të Tauland Balc edhe të Ergjus Agasit? Si mundën zonjat e ndershme këtij vendit mos më reagu kur shohin që Shqipnia është në dorën e Belinda Ballukut dhe të Liza Spiropalit? Historia e këtij vendit është akoma pa shkruar. Kjo çmendori shumë shpejt ka me marrë fund. E kur regjimi shemet, historia ka me ju gjyku. Sidomos ju intelektual të heshtën në këtij vendit. Boshllëku që ju keni lanë, mushet çdo natë nga pseudo-intelektual si puna e Toni Gogu, Idajet Beqiri, që na mushin mendën se ne jena mirë, jena shumë mirë. E kur nuk ja dalin dot në ngradën tuaj intelektualit të lëshuar me qira, I thonë që është edhe më keq nëse vjen Partia Demokratike në pushtet. Në emrin tuaj thonë që jena njësoj me ta. Si mundena me kenë njësoj ne që fut me bandat në burg, bandat e 97, me ata që I futen në parlament dhe e drejtojnë shtetin me ta? Si mundena me kenë njësoj ne që lidh me çdo shqiptar, çdo fshat, çdo komunë, çdo qytet, me rrugë, lidh me çdo shqiptar këtij vendit me shërbimin shëndetësor, me arsimin dhe I dha me mundësinë për zhvillim ekonomik? Si mundena me kenë njësoj ne me ata që dëbunen 1.1 milion shqiptar? Si do ja shpjegoni pasardhësve tuaj të nderuar intelektual këtë heshtje dhe këtë dakordsi me një band e cila tentoi me zhbash Shqipërinë? Ne kena arrit në pikën më të ulët të përgjegjshmërisë të shtetarëve tonë. Asnjë llogarilanie. Dje në kohën e zotit Berisha dhe të Partisë Demokratike ishte akti më normal, dorëheqja vetëm nëse një ministër u dyshote që kishte pas shkelje. Sot ne kena hajdut nga më të jashtëzakonshmit. Tu fillu tek kryetari I Bashkisë Shkodrës, I cili si I pa shkollë kërkohte 300.000 euro, ndërkohë që studentat e Harvardit merrshin 500.000 euro. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministra e superbuxheteve, që brenda nate villte 50 milion euro. Të gjithë vazhdojnë detyrën,
vazhdojnë punën madje edhe në remote, si Linda e Akshit që punën e bën nga shtëpia, sepse është në rreth shtëpie. Kjo marrëzi ka me marrë fund se s'ban një ditë. E ky fund ka me ardhë vetëm qofse ne i bëjmë pyetjen vetit cila është përgjegjësia jonë. Secili ka pjesën e tij në misionin historik për kërzimin e kësaj qeverie antishqiptare. Nuk duhet presim me noll diçka e madhe. Ndryshimi ka me noll vetëm si bashkim i sakrificave dhe i veprimeve secilit prej nesh. Nuk do të vijë as nga ndërkombëtarët, nuk do të vijë as nga drejtësia, por nga njerëzit e lirë të këtij vendit, do të vijë nga ti demokrat. Që regjimit mundet fillimisht, ne duhet me pas bindjen e plotë që ata thehen. Regjimi e din këtë punë. Dhe për këtë arsye ka frikë sa herë që ne mbledhna, sa herë që ne reagojmë. Ata janë munduar në 12 vite, me na përçmu, me na ul, me na përqesh. Regjimi me gjithë makinerinë e tij të propagandës bën çmosin e zhvlerësuar rezistencën tonë. Por mbeso, ditën kur historia shkruhet vërtet, qendresa jonë ka mumajt me në gjatë në histori, do të shkruhet me shkronja të arta dhe ajo ditë nuk është larg. Mos harroni që kena kaluar në gjithë këto vite, sidomos vitet e fundit. Kishim përballë gjithë botën në kuptimin e mirë të fjalës. Kishim përballë gjithëkën dhe na përqeshnin se si ne guxorshim me fol për demokracinë në ditë më të vështira të Shqipërisë. Prej 2500 vitesh ne historia na tregon të kundërtën. Perikliu në Athinën e lashtë ishte i rrethum nga jashtë me armiqtë e saj dhe brenda saj i dënuam nga mortaja për më u zhduk jo vetëm politikisht, por edhe fizikisht. Dhe gjene që banë Perikliu në ditë e fundit tia, manë fjalimin e famshëm demokracisë që sot ka ulltu në shekuj. Dhe të njëjtën gjë Partia Demokratike e ka bë, duke i dhënë shembull jo vetëm Shqipërisë, por gjithë botës se si rezistohet përballë diktaturave. Sot Shqipëria ka opozitë dhe opozita është në kam fal Partisë Demokratike. Si çdo autokrat, edhe Rama ka me ra. Minë të regjimit do ta braktisin anijen të partë dhe drita ka me lind prapë për Shqipërinë. Dhe rrezja e parë që do të binë mi fytyrat e qendrëstarëve që e mbrojtën Shqipërinë nga zhbamja. Ajo dritë ka me ra mi ato që mbrojtën demokracinë, mbrojtën drejtat, lirit e shqiptarëve, kur tjerë zgjedhen komoditetin, zgjedhen largimin dhe dorëzimin e Shqipërisë te kjo bandë kriminale. Do vi dita e njerëzit kanë me ju ndëru për atë që jeni, për shërbimin që i keni bë këtij vendit. Do ju ndërojnë për mbrojtjen që i keni bë demokracisë, lirive dhe drejtave tona. Derisa ajo ditë vinë, na duhet më shtrëngu dhamë, por dijeni që kurrë ajo ditë s'ka kanë kaq afër. Për ta përmbyll, narkoshteti i pranum tashma edhe nga këto analistë që përmend me këtu, nuk është problem vetëm i opozitës shqiptare, është problem i Shqipërisë. Shpopullimi nuk është problem vetëm i Partisë Demokratike, por është rrezik kombëtar. Dhënia e Shqipërisë hajdutëve strategjik e krimit të organizuar nuk është problem vetëm i Sali Berishës, por është i çdo shqiptari që ka vendosur me ndërtu të ardhmen në këtë vend. Thirrja jeme është për këto që ndëgjon dhe shef. Bashkohuni me strukturat e Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare. Kontriboni që ta fitojmë luftën tonë. Fitoria i takon atyre që luftojnë, që protestojnë, që reagojnë dhe rezistojnë. Të luftojmë regjimin kudo që ndodhet derisa të arrijmë zemrën e çdo shqiptarit. Të besojmë te forca jonë. Të besojmë të njëri tjetrin dhe të organizohena si njerëz të bashkuar dhe jo si individ të izoluar për sham. Dhe e sigurt që fitoria është e jona, sepse fitoria i takon vetëm atyre që guxojnë dhe asnjë shesh nuk ka pas më shumë guximtar se sa sonte. Rrof Partia Demokratike, rrofshin shqiptarët e lirë, rrof Shqipëria me shqiptarë. 7 rezoluta janë miratuar kundër Ramës dhe keq qeverisës së tij. Në to flitet për narkoshtetin, për kapjen e shtetit, për vijën ndarëse mes partisë dhe shtetit që nuk ekziston më. Ndjekim këto momente një material të asaj se çfarë i ka bërë Edi Rama shtetit shqiptar.
member party and opposition party, the TPA, tabled also a resolution on electoral integrity in Albania for free and fair elections there. And Albana Vokshi, president of the Women's Forum of TPA and also EPP Women, Vice President, will explain us in 2 minutes the main points of this emergency resolution. Please, Albana. Thank you very much, Patrick. Autocracy is rising once again as a threat to freedom and democracy. And once again, we are called to confront it at any cost. Vëllezër dhe motra, mes prahurimave, kam knajsin të ftoj në podium kryetarin e Partisë Demokratike, liderin e opozitës, zotin Sali Berisha! Të dashur qytetarë dhe qytetarë, demokratë dhe demokratë, opozitarë dhe opozitare, të pranishëm në këtë shesh dhe kudo që jeni sonte, të dashur shqiptarë dhe shqiptarë, kudo që ndodhi sonte, për shëndetjet e mia më të përzemërta, për ju, misionare dhe misionar të pamposhtur, dhe guximtar të kombit shqiptar, të pranishëm sonte në këtë shesh beteje, dhe për të gjithë shqiptarët kudo që janë, të nderuar drejtues të Partisë Demokratike, partive aleate, të nderuar deputet, të pranishëm në këtë protest. Vëllezër e motra, do ta nis këtë fjalë me një mesazh që këtë javë të tmerruar nga protesta jonë e kaluar, mediat e qeverisë bën gjithçka ta vendosin në harres. Mesazhi im është ky. Sot ne jemi në kilometrin e fundit. Me ndihmën e Zotit, asgjë s'do ta ndalë drejt fitores tonë. Sot ne jemi para triumfit të madh. Shumë kujt, triumfi mund t'i duket ende larg, kur shef udhkryqin në cilin ndodhet Shqipëria. Por miqtë e mi, opozita që kemi bërë së bashku vitet e fundit,
ka qenë pa dyshim maraton jo e lehtë. Thuaj një kalvar maraton e mbushur me dhunën e narkoshtetit, presione dhe izolime orwelliane. Ndaj presione dhe izolime orwelliane ndaj nesh, për dhe një qëndres stoike, sakrificat të dhimbshme nga ne, ishin vitet një përballje tegër me regjimin e narkodiktatorit Maduro, biri një xhelati që firmoste varjen e kundërshtarëve politik dhe që përdori të gjitha mënyrat për realizimin e projektit të tij, Shqipëria me kallp opozit apo Shqipëria pa opozit. Ai bëri gjithçka, përdori burgjet, përdori trillimet, përdori manipulimet, lobimet e korruptuara, por ja ku jemi sot në të fortë se kurrë. Në udhëtimin ton, që në kilometrat e parë, ne ju dëshmuam shqiptarve dhe botës se projekti Shqipërisë pa opozit, apo kallp opozit, ishte turpi tyre, ishte turpi historisë, që ne të gatshëm për çdo çmim, kur nuk do ta pranonim. Në këtë udhëtim ne u ngritëm si feniksin nga hidhi, dhe nga izolimi me i thellë, arritëm në kilometrin e fundit, si forca politike me mbështetur nga shqiptarë dhe partit si motra në mbar botën. Arritëm në kilometrin e fundit, pasi plagosëm për vdekje bishën narkodiktatur dhe u dëshmuam shpresa e vetme e sigurt e shqiptarëve. Zoti ju bekoft. Në udhimin tonë epik, ne ju provuam shqiptarve dhe botës se jemi të pamposhtur dhe se sot në kilometrin e fundit jemi më të fortë, më të vendosur se kur në ekzistencën tonë, me punë, me vështirësi, me sakrifica, me presione të shumë llojta, por sot që jemi mbledhur masivisht në këtë protestë madhështore, secili nga ne duhet të rikujtoj ato që ne realizuam së bashku hap pas hapi me qendresën tonë, me mbrojtjen e të vërtetave që besojmë gjatë kësaj opozite të vështirë. Në këtë udhëtim, duke qëndruar të palkundur dhe sy me sy me narkoshtetin, në mbrojtje të të vërtetave tona, të vlerave të lirisë, ne siguruam 7 rezoluta ndërkombëtare, 7 rezoluta që të gjitha partive të spektrit ton, që qeverisin vendet më të lira, më të fuqishme të planetit, dhe që de facto e kaluan Partinë Demokratike nga forca politike me izoluar në forcën në opozitën me mbështetjen më të madhe të gjitha kohërave në arenën ndërkombëtare. 7 rezoluta që damkosen para shqiptarëve dhe mbar botës Ramaduron si armikun më të egër të pluralizmit politik dhe votës së lirë të shqiptarëve, narkodiktatorin që ndërtoi në Shqipëri, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, si kryeministrin që plaçkit dhe grabit i papërmbajtur, qytetar shqiptar, si Trubillovicin,
e spastrimit të heshtur etnik të shqiptarëve nga Shqipëria, duke vërtetuar kështu se Partia Demokratike jo vetëm është parti e qëndresës pa mposhtur, por njëherazi parti e realizimit të pamundurave për kombin shqiptar. Parti e vizionit të sotëm dhe të ardhmës të Shqipërisë dhe shqiptarve. Të dashur miq, në udhëtimin tonë të vështirë, ne vazhduam punën për të përmbushur një tjetër premtim që u dham shqiptarve, mbrojtjen e votës, dhe fal punës tuaj të ndershme me vetmohim, fal dokumentave tona, fal përkushtimit dhe persistencës, arritëm që raporti ndërkombëtar i OSBE-ODIHR-it sot është dokumenti, ligji ndërkombëtar që fakton se Edi Rama shndroi zgjedhjet e vitit 2025 në një farzë të shëmtuar elektorale. Përpjekjet e lobimit korruptiv të tij për të parandaluar këtë raport dështuan plotësisht. Miq, jo vetëm kaq, por ne në fakt këto vite u përballëm si asnjë opozit tjetër në Europë, jo vetëm me një qeveri autoritare, por me keqja e të gjithat këqijave, ne u përballëm me një qeveri organizat kriminale të kryesuar nga Ramaduro i Europës. Dhe de facto e drejtuar nga klanet më të rrezikshme, më të fuqishme të marijuanës, kokainës në Europë dhe në botë. Miqtë e mi, ne u përballëm këto vite me sundimin e krimit dhe drogës, me urdhrat, vendimarrjet e saj. Ne u përballëm me një propagandë që 24 orë mbi 24 orë mashtron, trillon, manipulon shqiptarët. Ne u përballëm me një sundim të mediave nga narkoqeveria që po adaptojnë një censur të tmerrshme ndaj opozitës. Ne u përballëm me glorifikimin e të keqes, demonizimin e të vërtetës, demonizimin e opozitës. U përballëm me një qeveri kriminale që vjedh miliarde e miliarda euro nga taksat dhe pasuritë publike dhe vjedhjet e saj i shtron në vota, votat i shtron në vjedhje të reja. Miqtë e mi, nuk e bëj pa qëllim të rikujtesë të këtyre viteve të fundit, por e bëj sepse pas kësaj maratonet e gjatë, opozita ka arritur tani pikrisht në kilometrin e fundit, përpara triumfit të saj, dhe këtu nuk do të kishim arritur kur pa bërë punën që kemi bërë, pa arritjet që përmenda, pa patur si parti të vërtet opozitare Partinë Demokratike, pa mbështetje ndërkombëtare që kemi sot, pa dokumentat që disponojmë, që faktojnë farsë elektorale. Misioni ynë, shpëtimi i Shqipërisë, do mbetej thjesht një aspirat pa mundësi reale për të konkretizuar. Ndaj dhe njëherë të dashur demokratë dhe demokratë, nuk jemi kur aty ku ishim, nuk jemi më në rrugë pa krye, nuk jemi në mjegullnaj, por jemi në kilometrin e fundit, jemi në agun e triumfit tonë. Sot,
shumica e shqiptarëve ka të qartë se Edi Rama nuk iken me farzë zgjedhore. Sot shumica e shqiptarëve ka të qartë se diktatura nuk iken me vot, por ato ikin shemben me revolt dhe vetëm me revolt popullore. Ja ku jemi ne sot. Sot shumica e shqiptarëve ka të qartë se Edi Rama kryeson organizatën kriminale më të rrezikshme në Europë. Sot shumica e shqiptarëve ka të qartë se Ramaduro është kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Sot shumica e shqiptarëve ka të qartë se Palloshi Lubis është pengu i saj. Sot shumica e shqiptarëve ka të qartë se Gysagasi është Rama i Errësirës dhe se Mirlinda e Akshit është si motër siameze e lindës së Surrelit. Sot shumica e shqiptarëve po e kuptojnë dhe se Rama ka bllokuar drejtësinë për të mbrojtur veten, familjarët e tij, pasi ka vjedhur jo miliona po miliarda. Sot shumica e shqiptarëve ka të qartë se kryehajduti shqiptarëve nuk iken nga drejtësia, por ai përmbyset vetëm nga zemrimi, revolta dhe vetëm revolta juaj. Mirë po, nëse sot gjendemi në kilometrën e fundit të opozitës tonë, përveç arritive tona dërtanishme, edhe për një arsye tjetër, ne do triumfojmë. Dhe kjo arsye është kriza e thellë që Edi Rama po kalon me narkoshtetin që po i shembet përsipër, e pat ju vetë. Një javë të tërë, Edi Rama kërkosej me një ftesë formale që presidenti Donald Trump ju kishte bërë vendeve partnere për bordën e paqes. E pas se si Rama e përdori atë ftesë për të shitur veten, sigurisht arkitekti i bordit, sigurisht themeluesi, por çfarë ndodhi? Ndodhi që në mbledhjen themeluese të bordit, aty ku firmos bordi i paqes në Davos, Edi Rama nuk e pranon të salla. Edi Rama gjendej në parlament, duke bërë avokatin e Lubis, duke uluritur, duke sha si ordiner opozitën. Miqtë e mi, koha ka ndryshuar. Stina është e jona. Ne sot nuk jemi më një parti. Nuk jemi këtu as për një individ. Nuk jemi këtu për asgjë tjetër, por jemi këtu për ndërgjegjen tonë. Jemi këtu për idealet tona. Ne jemi këtu për ndërgjegjen tonë kombëtare si shqiptar, sepse nuk duhem e nuk pranojmë më kur që Shqipëria të vjedhiset në honet e historisë, të shpopullohet dhe të ecë sigurt drejt shkretimit nga banorët e saj. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kur që për karrigën e krimit të Edi Ramës zgjedhjet tona të shtrohen në opozit. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kur që pasuritë publike, taksat e shqiptarëve të plaçkiten nga një grup qeveritarësh
kurse shqiptarët të zhyten çdo ditë me thellë në varfëri dhe mjerim. Ne jemi këtu si ndërgjegje qytetare, si ndërgjegje njerëzore, se s'mund të pranojmë kurrë këtë agresion të tmerrshëm kundër familjes shqiptare. Ne jemi këtu si qytetarë të denjë të këtij vendi, se nuk mund të pranojmë kurrë këtë emër të zi që Edi Rama i ka dhënë Shqipërisë si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Prandaj, të dashur qytetarë dhe qytetarë, sonte është thirrja e madhe, çdo rajon të bashkohemi, për të përmbysur këtë qeveri, për të krijuar një qeveri teknike, për zgjedhje të reja të ndershme, për një vizion të ri për Shqipërinë dhe shqiptarët, për dignitetin e tyre, për interesin kombëtar, për familjen shqiptare, për ëndrrën e të rive shqiptarë në Shqipëri, për ligjin dhe kushtetutën dhe barazin para tyre, për luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit, për Shqipërinë që ecën e sigurt drejt integrimit në Europë. Edhe njëherë ju ftoj të bashkohemi, të vazhdojmë këtë betejë, të vazhdojmë të rrugë në kilometrin e fundit, në kilometrin e fitores. Rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
Vlezër dhe motra, kështu si qemi, zhvendosemi në kuvendin e Shqipërisë, aty ku lindin, votohen të gjitha krimet dhe vjedhjet e narkoshtetit, të gjithë bashk, të kuvendin narkosit, shkojmë të gjitha tje,